Një ngjarje e rëndër zbuluar nga policia e Tiranës, ku një 27 vjeçar është rrëmbyer dhe mbajtur peng për disa orë me qëllim përfitimin e një shumë parash. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja ka ndodhur në një apartament në Tiranë, ku viktima është dhunuar fizikisht nga disa persona që vepruan në bashkëpunim me njëri tjetrin. Grupi i dyshuar e ka detyruar të riun të qëndronte pa liri lëvizjeje për disa orë, ndërsa ndaj tij është ushtruar dhunë për ta detyruar të dorëzonte para. Pas denoncimit të ngjarjes dhe hetimeve të kryera nga për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë e policisë së Tiranës, në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale, u organizua operacioni policor i koduar kufizimi. Në fazën e parë të këtij operacioni, që u zhvillua 3 ditë më parë, u arrestuan 3 persona të përfshirë në pengmarrje, ndërsa 3 të tjerë u shpallën në kërkim. Si rezultat i vijimit të operacionit dhe kontrolleve të shumta, u kapën dhe u vunë në pranga dhe 2 shtetasit e shpallura më parë në kërkim, Monika Marku, 21 vjeçe, dhe Suate Çelaliaj, 25 vjeçe. Hetimet tregojnë se këto 2 vajza kanë bashkëpunuar me personat e arrestuar më herët dhe një tjetër shtetas në kërkim të identifikuar si KN me organizimin e rrëmbimit dhe dhunimit të 27 vjeçarit. Policia njofton se vijon puna për kapjen e shtetasit me iniciale KN dhe për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të grupit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore, ndërsa operacioni kufizimi mbetet në zhvillim me qëllim zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë.